Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, edhe këtë të mërkur, kur ora shënon 12:01 minuta, në këtë fillim tetori, duke juruar të gjithë juve që po na ndiqni drejt për së drejti, një muaj sa më të mbar. Në fakt, emisioni me zemër të hapur do të fokusohet sot në largimin nga banesa të një vajze vetëm 15 vjeç. Ajo është larguar me datën 1 shtator dhe rreth një muaj familja e kërkon, ndërkohë që policia ende nuk ka një të dhënë në lidhje me minorenën. Do ta kërkojmë live dhe drejt për së drejti ditën e sotme, me shpresën se ata që na ndjekin nga ekrani i televizionit më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, do të kenë mundësi të telefonojnë drejt për së drejti në këtë studio për të na dhënë të dhëna mbi vajzën nëse e kanë parë atë diku. Ka qenë data 1 shtator, sipas babait të 15 vjeçares, ora 12 pas mesnate. Ajo është larguar nga banesa, por që familja, sidomos babai, sepse nëna e 15 vjeçares është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk mundet ta monitoronte vajzën. Vajza ka dalë me pretendimin që do t'i jepte ushqim qenit të shtëpisë, por babai ka kuptuar që diçka po luaj me 15 vjeçaren, me vajzën e tij. Një makinë ka ardhur tek dera e shtëpisë, por nuk e ka shquar dot se kush makinë dhe kush persona ishin brenda në të. Të paktën këto janë pretendimet e babait të 15 vjeçares. Ai është 59 vjeç, është me mua në studio, nuk do t'ja tregojmë identitetin, pavarësisht se jemi të detyruar në këtë transmetim live në mënyrë shumë të reduktuar, do t'japim fotot e 15 vjeçares. Këto do t'i bëjmë gjatë zhvillimit të emisionit të sotëm, do t'japim në fakt edhe identitetin e saj në këtë transmetim live, sepse dikush që mund ta ketë parë, ndoshta nuk e di që ajo është një vajzë 15 vjeçe dhe me datën 8 shtator në fillimin e ri të sezonit shkollor do të shkonte në klasën e 8. Do t'ishte përsëritse e kësaj klase sepse nuk e kishte kaluar dot klasën e 8. Gjithsesi, edhe shkolla nuk ka pasur asnjë interesim, por edhe policia sipas babait, sepse vajza është larguar dhe herë të tjera dhe sa po shkonte në polici familja, babai, menjëherë vajza e telefononte familjen. Kësaj radhe në policinë e Lushnjës nuk ka mundur dot babai të ketë asnjë të dhënë në lidhje me largimin e vajzës nga shtëpia. Ç'është kjo pare atij e 15 vjeçares në shtëpinë e saj dhe për të larguar në këtë formë? Nuk është hera e parë që ajo largohet, por është hera e parë që kërkohet në një studio televizive, sepse babai, duke mos parë edhe bashkëpunimin e policisë edhe të shkollës, tashmë ka vendosur ta kërkoj live me shpresën se vetë 15 vjeçare mund ta ndjeki dhe mund të telefonoj live në numrin 044 80 4909 ose në numrin e celularit 069 20 37 000. Ndjeki materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me zemër të hapur dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Një e mitur 15 vjeçare zhduket për më shumë se një muaj. Familja është në alarm dhe e shqetësuar, duke ngritur akuza për neglizhencë dhe diskriminim nga policia. 15 vjeçare rezulton e zhdukur prej më shumë se një muaj, ndërsa familja e saj vijon të jetojë në ankth dhe pasiguri. Prindrit e të miturës, të cilët kanë denoncuar zhdukje në polici, menjëherë pas largimit të vajzës nga banesa, thonë se nuk po marrin ndihmën e duhur nga autoritetet. Ata tregojnë se vajza ka pasur edhe më herët episode largimi nga shtëpia, por gjithmonë është kthyer pas disa ditësh. Kjo është hera e parë që ajo mungon për kaq gjatë, çka i ka shtuar shqetësimet për sigurinë dhe mirëqenien e saj. Babai i 15 vjeçares, përveç dhimbjes për vajzën, ai ngre dhe akuza serioze ndaj strukturave të policisë. Sipas tij, ai dhe bashkëshorte janë trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe diskriminuese, duke qëndruar për orë të tëra në polici të izoluar, pa dhënë asnjë shpjegim. Ata apelojnë për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e saj dhe rikthimin në shtëpi. Për më shumë detaje mbi ngjarjen dhe dëshminë rrëngjithëse të prindërve, ndiqni rrëfimin e plotë të babait. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Përshëndesim me njëherë babain e 15 vjeçares. Përshëndetje zotri, mirë se erdhe. Përshëndetje. E pash që u preke gjatë kronikës së përgatitur. E kam pritur vetë, te gruaja ka patur smur. Vetë e kam pritur. Në punë, në shtëpi, e merrja me kur ishte e vogël, kur ishte kështu e merrja në punë.
Brapa, dhe gruaja si ishte mundu ta mbante. Hartëseme. Kjo është hera e parë që mungon ka gjatë, për një muaj fix. Nuk i kam munguar gjemët. Ja kam, sa kësha mundësia bërë një tërë gjerë, sa mos mungon të gjë. Me kra punonja që i qenë, në mapë, në dimër. Ju thoni që nuk i ka munguar asgjë? 100% ja plotësoja, për sa kësha mundësi ja plotësonja. Nuk e ndanja edhe nga shoqet, të vinte kudo. E qartë. Mirë, më lejo të prezentoj edhe Eduard Tafëm, psikologun tonë klinik, përshëndetje Edi Mirëserda. Ne në fakt, për rreth një orë jemi në këtë studio të tre bashkë, duke bërë ato para përgatitjet e fundit të transmetimit e emisionit. Kemi dëgjuar shumë çka nga babai, unë shpresoj që ai të shprehet lirshëm edhe për publikun, por largimi i adoleshentëve para atija e tyre për qëndruar në familje ka bërë që së fundmi, duke marrë parasysh edhe denoncimet e shumta që vinë në redaksin emisionit Me zemër të hapur dhe jo më larg se përpara 24 orësh edhe një tjetër 15 vjeçar djalë nga Gjirokastra, por që morëm lajmin e mirë nga babai, është rikthyer në familje, ishte larguar edhe ai. Pse kjo ikje e adoleshentëve, kjo arratisje nga ambientet familjare ku familja është edhe vendi më i sigurt? Të dy ngjarjet janë shumë shqetësuese, por kanë një emërues të përbashkët, pra moshën dhe ikin nga shtëpia, pra domethënë dy modele rastesh të cilët ikin nga shtëpia. Tani ne shpesh e mendojmë shtëpinë si atë tempullin e qetësisë, atë tempullin ku çdo gjë ecën normalisht, ku çdo lloj komunikimi është efektiv, i shëndetshëm, marrëdhëniet janë shumë të mira etj. Por ama janë faktorë që shpesh herë nuk duhet i hulumtojmë pak më në brendësinë e tyre për të parë se nëse a ka diçka që nuk po funksionon. Në rastin që ne po flasim sot, pra kemi të bëjmë me një 15 vjeçare, pra me një minorene, e cila e ka bërë ikje në mënyrë të përsëritur. Pra në rastet e para ka ikur dhe është kthyer pas disa ditësh, kurse në këtë rast ka ikur dhe ende nuk është kthyer në shtëpi. Dhe kjo tregon që kemi të bëjmë një gjendje shumë shqetësuese. Pra vajza mund të jetë një gjendje, pra shqetësimi emocional, mund të ketë një, po them, një problem të karakterit social, mund të ketë, domethënë, një stigëm, mund të kemi të bëjmë një rast bullizimi apo diçka që ne ende këtë nuk e dim. Pra, nëse ka një arsye që qëndron pas ikjes saj apo jo. Përderisa në të dhënat po na vjen nga momenti në moment, pra që dikush ka ardhur e ka marrë, pra tregon që ikja nuk është vetëm thjesht pra një largim nga shtëpia, por mund të jetë diçka që mund të jetë bërë si një rrethoj planifikimi apo një marrë vendimmarrje në momentet e caktuara, dhe ne nuk e dim kush është pra arsye dhe qëllimi drejt për drejt i ikjes së vajzës, sepse nëse ka ndodhur disa herë më përpara, ndihma e parë janë prindrit, që normalisht do të na japin disa arsyetime që kur vajza është kthyer, nëse janë ulur, kanë bërë një bisedë të qetë me njëri tjetrin për ta parë se cili është arsye që vajzën e ka bërë që të ikë, sepse ikja nga shtëpia mund të jetë një arratisje, mund të jetë një zhvendosje, mund të jetë një zgjedhje, po them, për autonomi, për të patur pavarësinë e vet, të drejtat e veta për zgjedhur, pra edhe shumë arsye të tjera. Pra kjo është një pikë pyetje që ne ndoshta sot mund të marrim disa përgjigje. Po, me shpresën se edhe vetë vajza mund të ndjekë, apo dikush që ka pranë mund t'i thotë, apo qytetarë të ndryshëm mund të na tregojnë vendodhjen në qoftë se e kanë parë orët e fundit dhe ditët e fundit, por bashkë zotri ne do ndalojmë pak me datën 1 shtator. Ka qenë ora 12, diku e 30. 12 e gjysmë e 1 shtatorit. Vajza, thoni ju, ka pas të veshur xhinse të gjata boqelli, të zbardhura dhe një bluze të zezë. Po. Zakonisht bluzat i mbante të zeza. Të zeza i mbante bluzat zakonisht të zeza. Çfarë bënte vajza zgjuar në atë orë? Zgjuar përrim, shkojmë loste në telefon, TikTok. Rrinte gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale? Gjatë gjithë kohës natë rrinte në TikTok. Ju i të rishnit vëmendjen po? I të thosha unë, por nuk të them të kote e fundit, qerën e dy që iku që ndej një 4 ditë, ishte bërë shumë, nuk i flis një dot. Po? Do shkoj jetën time. Më thoshte një 2 herë. Po 15 vjeç që jetën? Do shkoj jetën time. 16 ajo bën në shkurt të 2026-s. Këtë me këtë gjuhë, nuk e di me këtë gjuhë fliste tash. E thashta që bëjmë një analizë. E pe të shqetësuar orët e fundit, minutat e fundit? Jo, ato moment ishte shumë, në atë kohë më foli mirë e bukur. Çfarë të tha? Ku po shkonte? Po ishte rriste në divan, i thashun, babi, thash, kështë në bukë qenit? Po. Jo të t'ishtë tani. E mi shtiri dhe uj, thashun. Po. Doli jashtë, po. Unë po i mja i lashin në moment gruas. Po. Vetëm kërë gjova derën e makinës, tu përplas derën e makinës. Mam, dalë mësi që isha zbasur, dalë në rrugët, shikoj makina nuk i kuande nga kështë kamera. Makina i kundër se e di
që ka kamera në atë kthesë, e nuk hyrin kamrat makina. Qartë. Ka ikur kundërt. Nuk dallove dot kush ishte brenda makinës? As makina nuk e dallove dot? Është errësirë, nuk ande. Po të kështë kaluar nga kamrat, e kështë kapur me kamrat. E qartë. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që vajza largohet. Largohet, po kaq shumë jo. E kam diçka që kërkova edhe atëherësh atyre të bëjmë një analizë se mos i Edhe sa herë më parë ka ikur vajza dhe kur, në çfarë periudhë kohe? Brenda këtij vitit ka ikur herë e tretë kjo. Kjo është hera e tretë. Po. Pra, për herë të parë ka ikur në fillim të këtij viti, pastaj edhe një herë tjetër, pastaj edhe në shtator që iku një muaj dhe nuk u kthye. Dy herët e para, sa ka zgjatur arrëtisja e saj? Një herë ka zgjatur 7 ditë. 7 ditë, një javë, po? E marrë telefonun, ktheu se do në atë kohë që ka qenë gruaja në spital, e ka marrë telefonun, aq se do nxjerri mamin në spitali, ka erdhur që nxorëm të jam nga spitali. Po. Ere dytë pasaj se mbajmë me data, nuk e mbajmë me data. Po me muaj mban mend? Nuk e mbajmë. Po, më thuaj herën e dytë sa ka zgjatur? Ere dytë ka zgjatur 2 ditë. 2 ditë. 2 ditë. Ka qenë me atë gocën që kam dhënë në numër. Ja, do t'i themi të gjitha vetëm pas pak edhe për shoqen edhe për një tjetër dëshmitar, por do doja të ndaloja, kur vajza kthehej në shtëpi, e pyesje ku kishte qenë? E pyesja me shoqe dënje për kafe. Po ku flinte? Ku hante? Nuk të regonte. Nuk të regonte? Nuk të regonte se ma mësane mos i bëj presion shumë psikologja e lushnjës, mos i bëj presion. E unë e linja të qetë nuk i bëj do të presion. Po? Tani, E nuk vajza... më të regonte. Dola me shoqet për pirë kafe. Po një javë për pirë kafe? Një javë rinjën e shoqa, për në kjo shoqa që kam dhe në mirë. Po? Në kjo kam dhe njërë, sa një javë. Pa jo kë kishte në shtëpi, si e pranonin prindrit e... Po mos më tërgote policia që të vete ta nuk qartë themë, mos më ngritë telefonën. Në momentin që vajza ikte, ti shkoje në polici. Sa po ti shkoje në polici... Pas 2-3 orëve mërë të gosa telefon do vi, se vetë në polici do vi. Po kush e lajmëron të vajza? Nuk e di atje duhet ta gjej policia. Do vi, vinte vet apo e silte policia? Jo, vinte vet. Vinte vet? Vinte vet. Më falë, ti the pak më përpara që psikologja në lushnje, psikologe kujt? E shërbimit social, e policisë? Jo, e shërbimit social nuk e të. Po mirë, në qoftë se ajo... Mos i bëj presion, më thoshte. Po, mos i bëj presion. Dakor, ju si prindër nuk e bënit presion. Po nuk i bëj presion. Po punojnëse sociale, kjo psikologja, a e pyeti ndonjëherë se ku kishte qenë? E pyete, nuk i tregonte. As psikologës? As psikologës nuk. Po si ka për punën e vet kjo psikologja? Kur nuk i thoshte se ku kishte qenë dhe me çin kishte qenë? Nuk e di. Ti dyshon se ajo rrin në shtëpitë e shoqeve? Apo ke dyshime të tjera në lidhje me vajzën? Tani, po të kisha të dritën ajo shoqa, do të kisha marrë telefon. Po? Se edhe para 2 jave ca, që vati gruaja në... Unë them se ka kishë policia të mese. Para 2 jave, që vati gruaja në polici, ajo më darë kësa, mami, sa është mami, do vi, po nuk më japin lejë në punë. Pasa unë bëllë telefoni atje dhe... s'kemi asë një të... Atëre ndalojmë se gjërat që kanë edhe më serioze se sa ne mendojmë. Me datën 1 shtator, vajza largohet që nuk e dallove dot, as makinën, as personat, ora 12:30 natës. E pritët një javë, shkua të nesërmen direkt në polici, kur keni Kam shkuar pas 4-5 ditëve në polici. 4-5 ditë, po çfarë prite 4-5 ditë? Thash mos këthejet. Çfarë të thanë në polici? Morën sa bënë sa dokumenta atje, se të këthejme ka marrë gjukata. Si ka marrë gjukata? E ka marrë gjukata se më tharë e ka marrë në dorë, në kërkim. S'ka pun gjukata. Po gjukata nuk kërkon njerëz. Në gjukat gjukohen njerëz. E për ata di, e ka marrë gjukata në dorë. E të usia se si më thoshtë kështu. Prokuroria, ka marrë prokuroria në dorë. Ka bërë diçka vajza që ka marrë prokuroria në dorë? Ate po e thosha dhe unë qarë ka bërë prokuroria këtë mes. Po nuk më këtheni përgjigje. Pasi ti dole nga policia, më thej që pas 2 javësh, do më thënë që i bie edhe 1 javë pas policis, vajza ka marrë gruan tuaj në telefon. Dhe qëfar i ka thënë? Atë ditë që dole pas 2 orësh, ka marrë goca do vi, po nuk më japi lejnë punë. Do vi, por nuk më japin lejnë në punë? Po si mund të punoj një minorene? Atë, sharë se më shumë thosë që i thoshtë të jemës në telefon, se dy gjonja në ty. Ashtu i thoshtë të jemës. Pasaj qatë moment, që sa do vije, unë mbyllë telefoni së hapë me. Unë mbyllë dhe nuk u hapë me. Ju i keni shkruar vazhdimisht? U i ka ore sa ere, ore minutë.
Në fakt, duke qenë se ne bashkë kemi folur për një periudhë të gjatë edhe unë kam tentuar të bie numri të telefonit, por numri i telefonit nuk deli mbyllur. Jam munduar domethënë ta kontaktoj edhe nëpërmjet WhatsAppit, edhe WhatsAppi më del i mbyllur, nuk e di domethënë. Ka bllokuar tëra, ka bllokuar tëra ato. Mirë, atëherë, për gjithë ata që na ndjekin, në qoftë se është e vërtetë ajo që vajza ju ka treguar, të paktën i ka treguar 2 javë, diku rreth datës 15 shtator, besoj. Më falë, është edhe kjo, se ajo në moshën duket si e më madhe. Ja, një minutë, do t'i sqaroj unë fotot, një nga një. Jo, moshën e ben ajo e tregon në Facebook si kur është mbi 20 vjeç. Do ndalojmë edhe këtu. E di pse do ndalojmë këtu. Se dëshminë e shoqes së saj unë e kam marrë, aty ku ti dyshon, që herët e para ajo ka pretenduar që ka qenë me shoqen. Të paktën tek juve, po shoqja jep një tjetër version. Dhe në lidhje me moshën e saj, tregon edhe diçka tjetër që përputhet me këtë që ju sapo më thoni. Telefonatën me të unë do ta tregoj vetëm pas pak, po më lër të prezantoj tek fotot e vajzës që jep vazhdimisht regjia, ju në shtëpinë tuaj keni pasur foto kur ajo ka qenë 8-9 vjeçe. Po. Këtu, në këtë foto që shfaq regjia në këto momente ke përballë zotri për të mos u identifikuar. Kjo është foto kur ka qenë e vogël, edhe fotoja tjetër kur ka qenë e vogël. Këtu ma mbani pak regjia, ju lutem. Atë që keni në wall, ju lutem. Këtu është një foto që ti e ke marrë nga rrjetet e saj sociale. Po. Në këtë foto, vajza duket një vajzë jo 15 vjeçe, duket më e madhe se ç'është në paraqitjen e saj, apo jo? Më madhe, por moshë është kaq. Megjithatë, vajza juaj quhet Vera, është 15 vjeçe dhe mban 2 emra thua ti. Vasjari dhe Mehmeti. Vasjari ka shkollë kështu zakonisht me këto Facebook e këto gjërat japën me mbiemrin tim Mehmeti. Mbiemri juaj është Mehmeti. Dhe mbiemri i nënës së vajzës është Vasjari. Po. Ju bashkëtoni me nënën e vajzës, jeni 59 vjeç. Këtu është 17 vjet. Këtu është 17 vjeç që jetoni, por ndërkohë ju thoni që nuk keni bërë celebrim. Nuk kemi. Dhe nuk keni arritur ta regjistroni si vajzën tuaj. Po. Si ka qenë marrëdhënia me vajzën? Mund të ma përshkruash pak? Unë po se marrëdhënia me vajzën qërsa para një viti ka qenë shumë e mirë me mua. Vinte nga shkolla, merrte, më ndihmonte mua punbujësia që bëj, më ndihmonte, vinte në punë, më ndihmonte. Po. Në punë. Që fëmijë kam se gruaja u smur, e aperova nuk ishte e zoja ta mbante. E pavajtur shkollë, që i kisha në Kopërsh, e merrja me vete. Kudo që vinja punonja. Flinte në cep të kanalit, unë punonja e flinte atje. Se nuk e linja do shpi. Dhe kur filluan u ftohën marrëdhëniet tuaja? Një vit e gjysmë për me qaftuar këto. Një vit e gjysmë që u ftuar. Kush ka ndikuar në këtë ftoje, në këtë rebelizëm? Sepse nuk duhet vëmë fajë, është edhe ajo presioni i moshës i bashkëmoshatarëve, se përpara se të në transmetim... Edhe në shkollë e përbusni nga jema, si shosash. E përbusni se kisha dëgjuar vetë. Edhe në këto i shkruanin për Facebook e këto i shkruanin. Se në atë gjendje ishte e jema. Por që duhet bashkëmoshatarëve me nënën? Ajo është një fatkeqësi që mund të ndodhi gjithkujt. Ata e tallnin ishte shumë e prekshme në atë. Për tallur e tallnin shkollës. Po, e kishe dhënë këtë shqetësim në shkollën? Ja, kisha dhënë shumë herë shqetësimin. Po, dhe ato nuk morën masa? Çfarë masa ku e dunia, po të kisha marrë masa do isha litur këtu unë. Zolit e shkollën ajo, klasën e 8 litë për gjysmë shkollën. Vetëm prej bullizimit? Po. Mirë, duhet thënë që ju jeni nga fshati Kolonjë Lushnjës, apo jo? Po. Atëherë, t'i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të cilët mund të telefonojnë në numrin e telefonit që shikojnë në poshtë ekranit 044 810 4909 është numri i telefonit që bën të mundur çdo telefonatën tuaj live dhe drejt për së drejti në emisionin Me Zemër të Hapur këtu në televizionin News 24. Në qoftë se e keni parë dhe e keni hasur diku këtë vajzë e cila quhet Vera Vasjari ose Mehmeti, është 15 vjeç, ka pasur me datën 1 shtator rreth orës 12:30 minuta, moment që është larguar nga shtëpia, të veshur një palë xhinse boqelli, të zbardhura, thot babai, edhe një t-shirt, bluze pambuku të zezë. Atëherë, mund të na telefononi, mund të dërgoni dhe mesazhet tuaja në kohë reale, në numrin e telefonit, në WhatsApp dhe në Viber, 069 20 37 000, me shpresën që dikush mund ta ketë parë, mund ta ketë hasur personat që qëndrojnë me Verën. Ajo i ka thënë nënës pas 2 javësh
ike nga shtëpia diku rreth datës 15 shtator, e ka telefonuar më njëherë sapo babai është kthyer nga policia, ajo është hera e tretë që largohet, edhe herët e tjera që është larguar nga shtëpia ka qëndruar 1 javë apo 2 ditë larg shtëpisë. Nënës herën e fundit i ka thënë të paktën përpara 2 javësh që jam në punë dhe nuk më lejojnë të flasim. Se çfarë pune mund të bëj kjo 15 vjeçare, si është e punësuar, babai ngre shumë pikë pyetje, ajo mund të përdoret edhe për qëllime të tjera, thot babai në studion e emisionit Në zemër të hapur. Ndjekim pak publicitet dhe do rikthehemi me të tjera detaje të kësaj ngjarjeje. Jemi rikthyer në pjesën e dytë në transmetim të drejt për drejt, gjithmonë duke folur për një 15 vjeçare nga kolonja e Lushnjës. Ajo quhet Pranvera Vasjari Mehmeti, mban 2 mbiemrat e saj, ndërkohë që unë flisja me babain në studio. Kjo është një foto e shkëputur nga rrjetet e saj sociale, kanë mbritur dëshmitë e para në lidhje me vajzën, ajo vetëm përpara pak orësh. Do të ma saktësoj edhe regjia në këto momente se kur saktësisht ka qenë live në TikTokun e saj. Pra, 15 vjeçarja me sa duket është gjallë, shëndoshe mirë, nuk e dim a përdoret nga persona të tjerë dyshimet e babait, ndërkohë që kam disa thirrje të humbura në fakt nga qytetarët, ju kam dhënë një numër celulari që mund të telefononi vetëm në WhatsApp dhe në Viber, ju lutem, në 069 20 37 000, gjatë transmetimit live, jo telefonata, por në WhatsApp dhe në Viber, mund të jepni dëshmitë tuaja, por i bëj thirrje edhe pranverës, sepse ka mbritur edhe një video ku ajo ka qenë live në TikTok, prandaj të gjithë ata që po na ndjekin dhe e njohin vetë Vera Vasjarin apo Pranvera, e ka gjatë? Elveria e ka gjatë, edhe i thrasin Vera. Vera Vasjari ose Mehmeti. Mban mbiemrin e nënës për shkak të bashkëjetesës së prindërve të saj. Unë shpresoj që vetë Vera të telefonoj, mos t'i ndërlikoj gjërat, të dim se me kë rri dhe me kë shoqërohet, ndërkohë që pres edhe telefonatat live dhe drejt për së drejti. E rëndësishme është që ajo është gjallë, shëndoshe mirë, po nuk e dim rrethanat në të cilat ndodhet. Kam në fakt telefonuam gjithë thirrjet e humbura që kam pasur në celular, se askush nuk shkruan as në WhatsApp, as në Viber. Ti e dëgjove dhe zilen që regjia bëri gati gjatë hapësirës publicitare të flisja një nga një me numrat, por nuk e hapin. Të shpresoj që të ketë qenë Pranvera dhe të më vinë të gjitha në kohë reale të gjitha dëshmitë. Mirë, unë do ndaloj bashkë se ti dyshimet i ke që 2 herët e para ajo vetë të shprehur që shoqërohet me një vajzë. Ajo vajza jeton vetëm me nënën, më duket se më the. Kështu më thot policia, nuk e di. Thot policia që kjo vajzë shoqërohet vetëm me nënën. Me nënën, po. Ka vetëm nënën. Dhe herët e para që Vera është larguar, ka qëndruar në shtëpinë e kësaj vajze. Në shtëpinë e kësaj vajzës, shumë më thoshte. Ti dyshon që edhe këtë herë është me vajzën? Dyshoj se kjo e futi në valla një. Edhe kur la fose gruaja, i tha njërë grua se ajo teta është me mua. Doli në telefon kur la fose me... Po tani çfarë dyshon? Dyshoj, qërë të shoj, policia ka të rëndëm e beri tërë mujë. Pra, herën e parë që iku një javë, ti shkove në policia jo të morin telefon, herën e dytë po kështu, herën e tretë. Shansë ishte ajo që 3 herë që kam vajtur në polici, 3 herë të marrë gocën telefon? Pra ti e di, mendon që policia mund ta di vendodhjen? E gjenë si se gjë, unë kam gjetë rrugë vendodhje që jam një thjeshtë, jo mëse gjenë shteti gjë një numër. Sa ka qenë hapur. Sa ka qenë hapur, shteti e gjenë një numër ku ndodhet. Mirë, unë në fakt kam folur me vajzën dhe ne do shfaqim në këto momente me ndihmën e regjisë telefonatën që unë kam kryer me të. Dakor? Të dëgjojmë se çfarë ka ajo për thënë për largimin e fundit, por edhe se si e njeh ajo vajzën tënde. Ju lutem regjia, japim pak audion e vajzës. A je shoqja Vera Vasjarit? Ja. Nuk je shoqja Vera Vasjarit? Ja. Atëre unë jam e interesuar në fakt për Vera Vasjarin, një vajzë 15 vjeçe nga Lushnja. Dhe të flisja pak me Verën që është e shoqëruar me ty. Nuk është fare me mua. E nje Vera Vasjarin?
Jo. Po si ka mundësi që prindrit e Vera Vasjarit edhe vetë Vera ka numrin tënd, emrin tënd, shoqërinë me ty? Unë për këtë muhabetin e kësaj, se unë e njoh, domethënë e kam pas shoqe, po ajo domethënë nuk është fare me mua, s'kam fare punë me atë, kam mbyll muhabetin gjë para 2 muaj sa përgjithsisht, dhe për shkak të asaj kam vajtë në polici, domethënë jam sqaruar dhe nuk di gjë fare çfarë është bërë. Je Nuk kam sqaruar me fare kë? punë. Me policinë je sqaruar? Po. Po prindrit pse ta akuzojnë ty që ajo është me ty? Sepse ajo i thotë që domethënë e ka gënjur gjoja është me mua, unë s'kam fare punë me atë dhe s'kam për sa të kem. Se unë i kam mbyllur muhabete se e parë sa njeriu ishte ajo, domethënë që më gënjente dhe mua, se unë i thash ik në shtëpi se do bëhet më keq, se s'ishte fare me mua. Ajo domethënë tani mund të jeton në Tiranë, në Durrës, nuk ka kështu leje fare me mua. Kur ke folur me Verën për herë të fundit, lutem? Nuk i kam, domethënë para 1 jave a 2 javësh, më mori prindri i saj në telefon, kam atje me erën, unë i shkruajta. I thashë, për sa i thua prindërve që je me mua, ajo më tha, ma nuk i kam të fare, unë jam në shtëpi dhe më ka futur blok. E kuptoj. A mund na e dërgosh edhe ne adresën që keni komunikuar së bashku me Verën? Të tha se ku ndodhet Vera? Të tha se ku ndodhet? Unë kam shkruar në TikTok, po me bas që po i shkruajtë dhe ju do ju fusi blok, se nuk e di, ajo thot, nuk do t'ike në shtëpi vetë. E kuptoj. Ka pasur probleme në shtëpi? Unë i kam thënë ik në shtëpi, domethënë për zotin i kam thënë se mua kisha dhe shoqe dhe më vinte gjuna, domethënë kur e shifja që ikte rrugëve, domethënë nuk ikte me çuna. E kuptoj, me djem të ndryshëm apo? Po. Me djem të ndryshëm, po për momentin me kë po shoqërohet? Nuk e di fare, nuk e kam blok në çdo rrjet social, nuk flas më. Nuk kam, pse edhe mua më futi në kshu, ajo domethënë gjoja e mbaja unë në shtëpi ata. E kuptoj, po me një person 23 vjeç nga mamina si, di gjë? Jo, nuk di gjë fare, nuk se di. Po si të foli për para 1 jave? I shkruajta unë për çfarë i thua prindërve, gjoja je me mua në telefon, ajo ka thënë nuk i kam thënë gjë unë edhe më ka fut blok direkt. E kuptoj. Inshallah ka që unë panis. Është hera e parë që Vera largohet nga shtëpia? Jo, ajo ka ikur shumë herë, ma më thoshte unë i kam marrë leje prindërve. E kuptoj. Dhe gjithmonë shoqërohej me djem të ndryshëm. Të çfarë moshave dhe nga vinin këta djem? Të mdhenj. Shumë ka thënë mos, ajo më fliste, mua kam njoft një djalë, kështu ashtu. Po ti si e njohur vetë me Verën? Në rrjetet sociale, domethënë në TikTok jam njohur, edhe domethënë ajo më thoshte mua, jo, domethënë bënim komplimente njëra tjetrës, edhe unë njoh fajin dy, domethënë kemi folë telefon, edhe domethënë u bëm kështu që flisim ditë për ditë, po unë sërse e njihja shumë, vetëm flisnim. Vetëm flisnim. Asnjëherë nuk keni takuar nga afër? Jemi takuar, se ka ardhur vetë këtu ku banoj unë. E kuptoj, e kuptoj. Mirë, mundet të... Dhe unë... Edhe më thoshte i kam këshurinj. Për ata djemt? Si? Djemt ishin në moshë të madhe, më the, apo jo? Po, i vinte me djemt të ndryshëm, mua më thoshte i kam këshurinj. Po ku i njënte? Pastaj i mirë një prap, ata ik një prap dhe i mirë një prap. Po ku i njënte? Nëpërmjet TikTokut? Po. Ata e dinin që Vera ishte adoleshente, 15 vjeçare? Jo, ajo i gënjente për moshën, siç më ka thënë dhe mua. E kuptoj, e kuptoj. Ajo më ka thënë mua jam mbush 17 vjeça. E kuptoj, e kuptoj. Rikthehemi në transmetim zotëri dhe është shoqja e cila deklaron edhe gjëra të përbashkëta me ju, por ajo thotë që nuk kam gishtu në largimin e fundit. Kam dhënë deklaratat e mia në polici. Kur vinte merte në shkolla, se ka ardhur 2 herë ka marrë në shkolla, në shkollë e Kolonjës. Kjo ka qenë. Nuk ta vonoj xhaxhi, do kthehemi, sa do pim kafe, do kthehemi. Kjo gosi qëtë. Shikon, vetëm përpara 1 ore, Vera, sipas dëshmive që na kanë mbritur në redaksin, te kryeredaktoria Anilak Mataj, deklarohet që përpara 1 ore ka qenë live në TikTok. Dhe personi që na ka dërguar edhe videot e live-it në TikTok, deklaron që përpara 1 ore ajo ka qenë dhe ka një shoqëri goxha më të madhe se sa vetja e saj. Dhe madje thotë është në vendje shumë të ngjashme këtu në Tiranë. Prandaj
për Tiranën ka folur edhe vajza, për Tiranën flet edhe flasin të tjerë dëshmitar, të gjitha ata që e kanë parë diku këtë vajzë, duhet ta rikthejnë në familje, sepse kjo vajzë po e shfaq edhe video regjia në këto momente, videon që ka qenë përpara një ore live në TikTok. Ju lutem regjia, ma vini në ull të shikoj edhe babai në fakt e një vajzën, është vajza apo jo? Nuk e shikon dot sepse bien dritat, nëse e kthem pak kokën tek televizori pas teje, të lutem, aty dallohet pak më qartë. Kështu na ka ardhur videoja, të lutem, mund të shikosh pak? Shkoj. E shikon, është vajza. E lyer në këtë lloj forme, e veshur me xeza, siç Qiu thatë, është vajza. Live në TikTok. E shoqëruar edhe nga dëshmitarët, ja. Vajza është. Megjithatë ti nuk je në plan në këto momente. A mund ta kthesh pak kokën pas zotri? Të lutem, që të mos identifikohesh, është vajza apo jo? Ajo, mirë, ktheu tani, duke qenë se në ull nuk duket qartë edhe nga dritat e studios, është vajza. Shiko, unë e di që je mërzitur në këto momente, e rëndësishme që ajo është gjallë, shëndoshe mirë. Ka bërë live për para një ore, kjo është live vetëm për para një ore. Por, dilema më e madhe është me kë shoqërohet, ku qëndron, kush e shfrytëzon këtë minorena. Se ky është një shfrytëzim që i bëhet asaj. Po doj policia e gjenë këtë. Gjithsesi, Po se policia e gjenë të para se të mbeshe të arrishe gjenë këtë gjendje. Me numrin e telefonit policia e gjenë ku ndodhet. Me që unë mbyll telefoni se gjenë dot. mirë, a do mundohemi që ta marrim verën live bashkë, sepse unë e kam marrë dhe herë të tjera, por ajo nuk e ka të hapur numrin e telefonit. Unë shpresoj që Vera të përgjigjet në këto momente, flasim. E rëndësishme është që është mirë. Jo, nuk ka internet. Paktën në numrin që... Gjatë këtyre ditëve më the që dikush të ka telefonuar. Dilte me numër i fshetë. Dilte me numër, jo, nuk dilte me numër të fshetë, se dilte me një numër të cilin ti ma ke dhënë mua dhe unë kam folur me këtë person. Po, me atë, po. Po, çfarë ndodhi me këtë telefonat? Gjodesh. Po, Unë këtu WhatsAppin e kam hapur me numër tjetër. po, Ky WhatsApp që kam këtu e kam me numrin tim. Më del më numrin, me bje WhatsAppit ai, jam mbyll WhatsAppin unë. E marrë me numrin e shtëpisë. Nga e din të që ishte numri tima, më falë se i rash gabim, tha Xhaxhi. Po si të re gabim të ashtë timi re në WhatsApp, kjo është numër tjetër. Aty ma mbylli. Pasaj dyshoj unë, se WhatsAppin mirë, në WhatsApp mund të ashtë, po më doli me emër WhatsAppi, ka qenë shnuar numri brenda, se përdorte edhe të ako telefonin tim. Telefonin këta numri ka qenë me emër këtu brenda, e doli emri sipër. Dhe në fakt, ne këtë person e kemi telefonuar, por duke qenë se kemi ngjeshje informacionesh në kohë reale, nga regjia, nga redaksia e emisionit me zemër të hapur, tani live vetë në numrin tim të telefonit, edhe me ndihmën e regjisë, ne do flasim pak me personin, që ju na dha atë numrin, por duke qenë se Vera përdorte numrin tënd, ky person ka dalë me emër, ne kemi folur me këtë person, ta dëgjojmë se çfarë ka thënë ai dhe më pas rikthehemi në studio. Ndjekim edhe regjistrimin e telefonatës me personin i cili ka telefonuar në numrin e babait, nuk fliste, por emri i personit ka dalë i regjistruar, me sa duket Vera ka folur edhe me këtë person përpara se të largohej nga shtëpia me datën 1 shtator, vetëm një muaj më parë. Ndjekim. Vera Vasjarin kërkoj. Ja. Jeni i sigurt? Ja, nuk është. Që ne gabim. Je i sigurt për këtë gjë? Po, Ju nga jeni? unë jam nga Maminësi. Nga Maminësi dhe Vera nuk e njeh, apo jo? Ja. Është një vajzë 15 vjeçë që ka humbur. Ja. Je i sigurt? Për kokë time, jo. Atëherë, pse i keni telefonuar babain e Verës edhe nuk i keni folur në telefon? Nuk i kam telefonuar. Po? Dëgjon? Po. Nuk i kam telefonuar. Po? Kam desh t'i vi një miku tim në telefon, edhe e kam shtyp pa dashje numrin e një numër të zotërisë, Po?
edhe i ka ra telefoni. I thash, i kam rënë gabim, Po? edhe më tha, kush je ti, kush nuk je, Po? edhe i thash, i kam rënë gabim zotëri, më falë, që i kam rënë. Jo, do ta raportojmë polici, do ta bëj, do ta kthej. E qartë. Po mirë, si quheni ju atëre ta verifikojmë na? Ti? Si quheni? On, Po. Recep Gjigja. Recep Gjigja? Pa, E sa vjeç jeti Recep? unë jam 23 vjeç. 23 vjeç. Pa, Nga mamina si? jam liceum, edhe s'kam lidhje me përdërsa kam nusë në shtëpi, kam lidhje me goca tjera. Jo, dakord, po si ka mundësi që merr babai në një vajzë 15 vjeçe? Edhe vetë je 23 Recep. Kjo është të lë përshtypje. Po për kokë time nuk di gjë. Unë po të them, po të dhej kokën time që nuk di gjë. Pra këtë vajzën 15 vjeçe, vajzën e zotërisë ti nuk e njeh. Jo, Okej, mirë. se kam taku asnjëherë. Ose njoh, s'do me njoh, për këto. Po mirë Recep. Për momentin të falenderoj. Okej, faleminderit. Gjithë mirët. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Babai në kohë reale thotë që në fakt më ka telefonuar një person, na ka thënë vazhdimisht për gjatë këtyre kohëve që s'kemi qenë në transmetim drejt për drejt dhe po merreshim me ngjarjet dhe me denoncimet e shumta që vinë në redaksin e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë kam pyetur nga ana ime se kush ishte personi me koflisja dhe në fakt në telefonin e babait për transparencë unë do ta tregoj shumë pak, do ta kthej, por për Recep Gjigjën këtu në telefon ka dalë që ka folur me vajzën, sepse vajza e ka shënuar me mbiemrin e tij, Gjigja. Babai nuk më ka thënë se kush është personi, sepse ai nuk ishte prezantuar babait. Në telefonatën me mua Recep Gjigja thotë që unë jam Recep Gjigja dhe vajza, kur ka përdorur Vera telefonin e babait të saj, e ka shkruar Gjigja. Pra, këto Recep, nëse po më ndjek drejt për së drejti, nuk janë rastësi, ashtu si ju keni dashur ta deklaroni. Po vinë telefonata të shumta, dëshmi të shumta, po bashkëpunon ngushtë publiku. Megjithatë, unë një falënderim të madh bëj për gjithë ata të rinj, të cilët janë në TikTok në këto momente dhe po shkruajnë në kohë reale në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe po njoftohet vetë Vera për të telefonuar live dhe drejt për së drejti babai të dëgjoj zërin dhe ndërkohë ne të ndërpresim kërkimet, por në bashkëpunim me policinë. Vera, duhet ta dish që do rikthehesh në familje. Je vetëm 15 vjeç, në të kundërt, nëse nuk ndihesh rehat në familje, ke një hall apo ke një problem, ti do merresh menjëherë në mbrojtje nga institucionet shtetërore dhe do rrish në mbikëqyrjen e tyre. Ti këtë jetë që bën në TikTok, në për ambiente të ndryshme të Tiranës, ku del e lyer dhe e veshur në atë lloj forme, nuk shkon dhe nuk frekuenton shkollën. Shkolla nuk ka asnjë interesim më për ty, të paktën të pyesi familjen, t'i thonë pse nuk ka ardhur Vera në mësim, çdo ditë ne do jemi në kërkimin tënd. Madje do dalim edhe vullnetarisht në rrugët e Tiranës apo aty ku na vinë vendodhjet e tua, ndërkohë edhe do bashkëpunojmë ngushtë me policinë e shtetit që nëpërmjet TikTokut ti të gjendesh shumë thjesht. Dhe më pas pasoja do t'jenë të mëdha. Prandaj Vera, jam e sigurt që po më ndjek në këtë transmetim, të kanë njoftuar me mesazhe të ndryshme, mund të telefonosh, ke numrin e telefonit, merre guximin, na thuaj që je gjallë, je shëndosh e mirë. Mua më vjen mirë që ti je gjallë dhe je shëndosh e mirë, por duhet të qetësosh zemrën e këtij babai dhe atë nëne që ke shumë të smur. Mos harro që je bullizuar për shkak të nënës. Unë e kuptoj që ndoshta ti nuk ndihesh rehat, mund të bëjmë që ti të mos rikthehesh më në familje dhe në atë zonë, por gjithmonë në mbikëqyrjen e personave të rritur, të autorizuar nga shteti. Këtë mbaje vath në vesh. Nuk ka më kafene, nuk ka më shoqëri me njerëz të mëdhenj, të cilët nuk i njeh askush dhe të cilët mund të përdorin ty. Prandaj merr guximin, telefono, thuaj babit, jam gjallë, jam shëndosh e mirë, për këtë arsye kam një muaj që jam larguar. Dhe përgjatë këtij një muaj ku ke qenë? Çfarë ka ndodhur me ty? Sepse personat që ti i gënjen për moshën tënde, të paktën duhet kërkonin një kartë identiteti për të parë se sa vjeç je ti. Nëse ti je shoqëruar me këta persona,
Pastaj situata bëhet më e ndërlikuar për Verën edhe për personat që i kanë qëndruar pranë. Edi, jemi në këtë situatë. Çfarë po ndodh? Po ka disa elementë që janë kontradiktorë dhe nga ajo që dëgjojmë nga babai. Pra babai, për shembull, kemi disa raste që thotë diskutova me shoqen e vet. Pra shoqja vet, po ta marrim si element moshor, është në të njëjtën moshë si edhe vajza e tij. Por nuk ka shkuar asnjëherë ke prindit e vajzës shoqes saj. Pra, ne dëgjuam që ka vetëm maman, por nuk e di nëse është ulur njëherë diskutoj me maman e saj, pra që për të parë nivelin kontrollit pra mbi vajzën, pra ka qenë vajza vërtet në shtëpinë e tyre apo nuk ka qenë në shtëpinë e tyre, sa herë ka frekuentuar, pra cili është raporti që ka vajza e tyre me vajzën e tij. Pra ky është një element kontradiktor. Një element tjetër kemi për shembull që gjithmonë shikohet kjo pjesa që du ta gjej policia. Për vetë faktin që ne kemi një sposim të vajzës nga qyteti i lindjes në një qytet nga Tirana, mendoj që kjo krijon pak edhe vështirësi në gjetje, sepse nëse më përpara është thënë që është tek shtëpia e shoqeve, shokëve apo tek rrethi i saj ngushtë shoqëror, kjo e bën pak të vështirë lokalizimin në atë moment nga qyteti i lindjes në qytetin e Tiranës. Atëherë, ndalim pak këtu, vajza deklaron, shoqja e saj deklaron në telefonatën me mua që policia më ka marrë në pyetje dhe ajo thotë është rreth Durrësit dhe Tiranës. Dhe pikërisht personi që ne morëm, është nga rrethinat e Durrësit. Por të jesh live në TikTok, madje adresën e TikTokut mua thot shoqja më ka bërë blok, nëse ju do t'i shkruani, do t'ju bëj blok thot, por nëpërmjet TikTokut policia mund ta gjej shumë mirë vendodhjen e saj. Të dalësh vetëm përpara këtij transmetimi, 1 orë në live dhe mos flasësh me familjen, pastaj kjo është lurice. Po ndiqja një rrjedh tjetër, pra domethënë që është vështirësia e parë që krijohet dhe lëvizjet e vajzës nga një qytet në qytet tjetër ne nuk e dim, a bëhet domethënë si rrjedhoi pra e mënyrës se si ajo ka zgjedhur të iki, të shmangët, apo të fshihet, apo diçka tjetër, pra këtë nuk e dim, sepse kjo është një pikë pyetje enigmë për secilin nga ne, sepse është një gjë shumë e rëndësishme, pra sot që kërkohet vajza të gjithë të identifikohet dhe është për të falendëruar gjithë po them persona që janë angazhuar për ta gjetur, por secili nga ne nuk di akoma arsyeën se pse pikërisht është shkëputur nga mjedisi familjar për të ikur në mjedise të tjera dhe për të jetuar, për të bërë një jetë, domethënë larg familjes, larg qytetit të saj të lindjes. Prandaj ja bëra thirrje Verës, nëse Vera nuk ndihet rehat në familjen e saj, duhet të jetë në monitorimin e institucioneve, në institucionet që japin atë paratin që ka në shtëpi, japin Verës, por Vera nuk mund të shoqërohet në TP dhe transformimin e Verës në video. Është një vajzë 15 vjeçë e transformuar ashtu, ku i gjen parat? Edi, është pyetja. Normalisht sepse këtë rrjedh duhet të ndjek. Pra, edhe nëse vajza po marrim një hipotezë që ka probleme me familjen, me babain, me prindërit e saj, janë vetë institucionet shtetërore që do ta fuqizojnë me mekanizmat e tyre social, psikosocial, do ta fuqizojnë për të krijuar një ambient më të shëndetshëm dhe për vajzën, por edhe në marrëdhënie midis prindërve dhe vajzave. Po kjo ikje e beft, kur prindi nuk di ende një arsye pse vajza bën këtë mënyrë të përsëritur dhe ka zgjedhur të ikë larg, pra duke qenë se marrëdhënia midis prindit dhe fëmijës shpesh herë është një marrëdhënie shumë e ftohtë, një marrëdhënie që ne kemi përmendur edhe në emisione të tjera, që brenda një shtëpie, domethënë shtëpia është ndamë në mur, nga dhoma në dhomë, duket sikur ajo ndarja duket sikur është një kontinent larg, prindi me fëmijët sepse nuk kanë komunikim, shpesh edhe djemtë dhe vajzat futen në shtëpi dhe dalin me një rutinë shumë personale të tyre, pra prindi nuk di një adresë të fëmijës ku është nëse vjen orare të vona. Pra, po them është një term i papërqyeshëm që do përdor, por duket sikur është turist brenda familjes, hy, del, ikën, lëviz. Pra nuk ka një kohë kur del, nuk ka një kohë kur vjen, nuk dihet nëse ka një punë, ka një mësim, ka një frekuentim, pra me kë shoqërohet, pra ende nuk dihet. Ardha tani në Tiranë, nëse marrim të mirëqen supozimin që është në Tiranë. Kishte thënë vajza tek babai. Po vajza e ka një vit e gjysmë që nuk kam atë marrëdhënie thotë. Kam jetën time. Kjo është përgjigjja e një 15 vjeçareje. E kuptoj, por në një shtet ku ka të drejtë, domethënë ku ka disa ligje, ku ka disa norma, ku domethënë janë disa të drejtë që normalisht shfrytëzohen, domethënë në mënyrën më të shëndetshme të duhur. Por kjo është një e drejtë, po them arsyeja që ka dhënë vajza është jo e arsyeshme në këtë rast. Sepse normalisht bëhet fjalë për një moshë minorene dhe shpesh herë janë mosha të tilla, të cilat kanë nevojë për një përkujdes të jashtëzakonshëm edhe nga familja, por edhe nga njerëzit që e rrethojnë, sepse a ti bëjmë analizën e kësaj familje, një nën që lëngon në shtrat nga smundja,
që zotria duhet punoj gjatë gjithë ditës dhe tha në orën 12 natës isha kthyer në shtëpi dhe po i jepja medikamentet, ilaçet gruas, ndërkohë që i thash vajzës ti shërbej edhe qenit të shtëpisë. Në atë moment ajo edhe largohet. Duhet punoj, të siguroj të ardhurat, të kujdeset për vajzën që të mos mungoj asgjë me aq sa ai i ka mundësitë, se nuk mund dali për te mundësive, por edhe të shërbej bashkëshortes së smur, bashkëtuese, se nuk e ka. Pra, kjo është një vështirësi kjo është vështirësia që është brenda familjes. Normalisht që has në tilla vështirësi dhe për shkak të këtyre vështirësive, pra edhe familja shpesh për shkak të punëve të tjera detyrohet të jetë më larg familjes, por nuk janë marrë seriozisht 2 iket e para. Eksaktësisht, pra. Nuk janë marrë seriozisht 2 iket e para. Sepse 2 iket e para, pra edhe vajza ka përdorur gjithmonë shoqet e veta. Ne dëgjojmë njërin nga shoqet që tha unë kam disa kohë që unë i kam mbyll kontaktet me të, ndërsa vajza është thirrur për t'ju marrë një deklaratë në një institucion shtetëror për të parë nëse e ka frekuentuar këtë vajza apo jo. Pra, është përdorur si mekanizëm shmangës. Nuk po themi atë gënjyes, po është përdorur si mekanizëm shmangës, duke përdorur emrin e shoqes që unë kam qenë tek një shoqe, por ndërkohë mund të ketë qenë në një vend totalisht tjetër. Edhe mua më gënjente. Ikja nga qyteti i saj lindjes në një moshë kaq të mitur, ardhur në drejtim të Tiranës, ne nuk e dim nëse është bërë me vullnetin e saj të lirë, apo është bërë nëpërmjet ndikimit të personave të dytë apo të tretë, të cilët mund të ketë në rrethin e saj shoqëror. Edhe pse kjo ikje në një moshë kaq të re krijon disa indikime ose një impakt shumë të fortë mbi aspektin psikologjik të saj, mbi aspektin emocional të saj, mbi aspektin, po themi, social të saj, po dhe në aspektin ligjor. Ne i bëjmë një thirrje që edhe personat që janë afër vajzës duhet të jenë shumë të kujdesshëm në mënyrën se si tentojnë të komunikojnë me vajzën apo tentojnë që të japin direktiva vajzës, për arsye sepse mosha e mitur e saj krijon një problem shumë të madh ligjor, edhe për vetë vajzën në këtë rast, por për gjithë personat që e rrethojnë. Sepse duke qëndruar në kontakt apo në ndikimin e personave që janë më të rritur të moshës, e bën më të pambrojtur dhe rrit probabilitetin e saj që mund të përfshihet edhe në sjellje të tjera të cilat mendja e saj nuk është e përgatitur për t'i pranuar. Qoftë në ndikimin e alkoolit, qoftë në ndikimin e substancave të ndryshme, qoftë në ndikimin, po themi, e sjelljeve të palishme që shpesh herë për shkak të moshës të tjerët mund të tentojnë edhe ta vendosin në qendër të një sjellje që mund të jetë edhe në kundërshtim me ligjin. Prandaj që ne duhet të shfrytëzimi i mundshëm që mund t'i bëhet duke qëndruar me vetë të miturën. Megjithatë, ne do presim sepse shikoj që ka shumë lëvizje në redaksi dhe në regji për sa i përket, edhe dëgjoni vazhdimisht bie edhe numri i telefonit i shfaqur. Po Edi, më duhet tjetër që është shumë i rëndësishëm që ne duhet ta marrim në konsiderat është pra vendodhja e vajzës, sepse nëse e marrim të mirëqen videon që ne sapo pam në TikTok, tregon që është një vajzë, edhe pse e re në moshë, edhe pse është në një moshë që nuk i lejohet pra një punë zyrtare, pra e njohur ligjërisht, pra vajza tregon një mirëqenie, tregon një përshtatje shumë të mirë në mënyrën se si bën videon, tregon një veshje goxha të mirë, pra një veshje që detyrimisht përfshin një performancë, një tualetë, kreje flokësh. Prandaj po them që edhe një performancë estetike që ka nevojë për një ekonomi për ta mirëmbajtur, pra dhe të gjithë thotë ardhura për një vajzë 15 vjeçare ose ka gjetur një mënyrë për t'i siguruar vetë, ose dikush tjetër ja siguron. Dhe ky është një element për të marrë në konsiderat që është po aq i ndjeshëm, po aq i etik për të kuptuar pra nga po domethënë i siguron të ardhurat e veta. Mirë, dalim në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit, ndërkohë që vinë lumë informacionesh, Vera Vasjari ose Mehmeti është lajmëruar, një orë përpara se dilnim në transmetim të drejt për drejt ditën e sotme, ajo ka qenë live në TikTok dhe ka bërë postime të ndryshme, ndjekësit e saj në TikTok deklarojnë gjithçka që shoqja e saj e ngushtë që ka pretenduar në familje se ka ikur 2 herë të para me të, dëshminë e saj ne e ndoqëm, thonë të njëjtat gjëra. Ajo shoqërohet dhe ka një shoqëri shumë herë më të madhe se vetja. Ajo deklaron të paktën tek shoqëria e saj më e madhe, nuk e paraqet moshën 15 vjeçe. Po ashtu edhe babai thotë që vajza ime duke më e madhe se sa një 15 vjeçare. Ndalojmë pak bashkë në videon që pam nga TikToku një orë përpara se të fillonte ky emision. Pra, kur ne kemi qenë bashkë duke diskutuar në lidhje me emisionin dhe me disa
problematika të familjes tënde dhe të vetë vajzës tënde, ajo ka qenë live në TikTok. Ti e ndjek në TikTok atë? Jo, nuk ka bërë blok më pëtera. Ty të ka bërë blog gjithandej. Ashtu si i ka bërë edhe shoqes. Blok më ka bërë më. Të ka bërë blog gjithandej dhe ti nuk e shef. I pe pamjet si të dukeshin pamjet. U emocionove normal se e pe Në pasi të gjendje se muaj. kësha partë të vitë në të gjendje të dilta në shugosat times. Në çfarë gjendje ishte? Si të duk? Ma thuaj ta. Ma dije se diçka i kanë dhenë. Se këtë kote e fundit ajo para se të ikte, nuk ishte një gjendje se beshe me nerva shpesh. Që do të thotë? Dije se diçka ka marrë. Po nuk arrit atja bërë do të analizat. Dije diçka ka marrë, se në atë kohë si i priste të jemës, si i priste një eror të jemës, si këtheshe të jemës me nerva, s'kishte bërë vaki. Gjatë verës, kush ka qenë rutina gjatë sezonit të verës? Në ato temperaturat të nxehta, rrinte vetëm në shtëpi vajza? Vetë në shtëpi. Vetëm në shtëpi, nuk dilte as për kafe? Jo, vetëm në shtëpi me telefonin. Vetëm në shtëpi me telefon? Nuk largohej fare? Kush ishte rutina e saj? Çfarë bënte ajo nga mëngjesi deri në darkë? Kujdesej për nënën, për punët e shtëpisë, gatuante? Kujdesej jepte ilaçet, kur siç unë jepte dhe një ilaçet të jemës. Vinja nga punë jep një vetë pastaj ilaçet tonë. Ajo mbyllse në dhomën e saj dhe tërë ditën me. Do me thënë, ti thua që gjithë muajt e verës kur ka qenë në pushim shkolle, por edhe e ka ndërprerë për gjysmë klasën e 8, apo jo? Për gjysmë. Kur nuk ka shkuar më në shkollë ajo? Çfarë muaj? Në muajt saktë nuk ta jap dot. Nuk e mbaj mend muajt saktë. Muajt saktë nuk ta jap dot. Në momentin që nuk shkonte në shkollë, ka qëndruar vetëm në shtëpi? Vetëm në shtëpi. Në shtëpi edhe bënte këto largime. Edhe 2 largimet. Alo? Në fakt ishim duke telefonuar regjia, me sa duket verën, drejt për drejt verën, por numri i telefonit deli fikur. Mund të ma kishit konfirmuar dhe mund të më kishit njoftuar paraprakisht që të dim edhe një herë se ndërprem bisedën. Kam një njoftim nga regjia? Atëherë ishim në një telefonat të drejt për drejt me verën? Prisim njoftimin e regjisë të momente. Por jam e sigur që besoj se duhet kënë telefonuar verën, edhe numri i telefonit i deli fikur. Edhe në WhatsApp unë e telefonova pak më përpara, dhe në fakt e ka të mbyllur telefonin, pas kemi qenë në telefon me vetë verën, tani që mjofton krye redaktorja e emisionit, ta telefonoj dhe njerë në WhatsApp. Jo, nuk ka internet. Ndoshta edhe me telefonin që ne telefonuam, ajo e ka të fikur, ndoshta se ka më fare këtë numër. Por ti thua që e ka hapur shpeshherë, apo jo? Jo, gjatë të 15 ditë se shatë për fare numri. Këto 15 ditë e fundit, se 2 javë e para... 2 javë e para ishte hapur numri. Ishte i hapur. Hapur numri. Mbas vajtjes tënde në polici dhe telefonatës me dhe nënën e saj, tha jam në punë? Jam punë, nuk mi japin leje dhe... Nuk mi japin leje. Edhe kaq. Kaq. Transformimi i vajzës, si të duk? Nuk ishte ajo gosë që ka shumë, nga zëri dukse që ishte shumë, si ta shpjegoj. Shiko, të lutem, ne dham videon e TikTokut, po flas për videon e TikTokut, ku ti identifikove vajzën tënde, the po, është vajza. Në video. Vajza, jo ishte. Po në atë gjendje se... Atë pra po të them, paraqitja e saj jashme. Nuk më, se kësha parë dhe njërë në atë gjendje. Çfarë do të thotë, për mirë, për keq? Për keq është ajo, se për keq të më lëjë kuqën të dali kështu në atë moshë, sidomos në atë moshë. Se kam parë këto 15 vjetë, se kam parë do në atë gjendje të vishë do njëra shu të bësh. Imagjino, jeni të dy në Tiranë, sepse më shumë na vinë denoncimet që është parë në Tiranë. Pavarësisht se shoqja e saj tha në telefonat që është midis Durrësit dhe Tiranës. Edhe personin që telefonuam ishte nga Durrësi, por videot e fundit dhe gjithë ndjekësit e saj në